Mirë mbrëma. Ke filluar të shkosh në kishi, dashur, po si jo, eci si për ujë, të kthej ujë në verë. Mirë mbrëma, mikuim. Shtosh asin e peshkët. Si ma kalove fundjavën. Mirë se vini sot në Qathu, tu në Agon Channel. Nuk do të flasësh, e? Po mirë, pra, plaç, mos fol. Atëherë unë dua ta filloj vetëm dhe ndryshe këtë natë. Absolutisht po. Vetëm dhe ndryshe. Vetëm dhe ndryshe. Të urdhëroj të thrasësh vajzat. Nuk du. Unë protestoj. Unë protestoj që më rajpën. Që më jep besimi që kam në kishën tënde, të urdhëroj të thrasësh vajzat. Vajza! Vajza! Triti. Le të vinë vajzat, dhe vajzat vinë. Dhe ashtu bë. Oh, yeah, baby. I like this dance. Qa ishte? I like this dance. Unë se kisha mene dhe shof nesër. Ditët në vazhdim. Unë do të shikoj që nga hëna dhe i të prejnë, sa një fillon nga e më kura. Atëherë, mideruara, besoj se në këtë fundjavë keni vënë re që në Shqipëri ç'bëre ti fundjavë? Unë protestova. Ti protestove? Po, jam shumë i mërzitur. Zemër çka ke? Jam shumë i mërzitur. E pe çfarë dhunë kishin ushtruar policët aty ndaj protestuesve të shkret? Ti nuk ishe ti? 7 protestues. Nuk patën 4. Nuk patën fatin, çka? 7 protestues janë rrahur nga 4 policë. Pra i bi që një policë ka rrahur 1.5 protestues. Nuk është e drejtë. Minimumi meriton çdo protestues. 7 policë rran 4 protestues. Të lutem, ja. Se ky është kjo është akoma më rënd. Atëri bie që 1.5 policë ka rrahur një protestues. Po jo më po them ndryshe. Po kështu i rregull. Atëherë, problemi është jo gjë. Kryeministri Tahiri, kryeministri pa që reagoi, mori masën dhe policitë që kanë ushtruar dhunë ndaj protestuesve. Po. Madje shkuam më tej. Jo më lart se sot, disa organizata pra protestuan, të lutem, e di çu bë sot. Pra ke protesta sot be. Po çu bë sot ke protesta. Hajde. Sa ishte raporti policë protestues? Jo, 1-1. Kush e di se sa të plagosur. Nami sot përballë ministrisë të brendshme. Ndiqe pak, shikoje. Sepse të linjë që protestuan të shtonën protestat përfehen nga vetë policia në padrejti. Trego këtu kush ka dhënë urdhër, të cilët në mënyrë porën tjere për gjithmonë nga politika shqiptare. I cili ka ndejur deri në mesnat në rajonin numër 3. Kjo është shoqëri civile. Këto janë ojë qëra. Ore, një sekond. Can you put back forward video? Ore, fal. Mund ta kthesh pak më fal. Thej çik pamit lutem se nuk më duken si policë shqiptar këta mua. Protestuesit janë shqiptar të gjithë. Mirë protestuesit më po. Ç'është ato ai sniper aty ato 12.7. Aja sot ashtu ka gjithë sot atje. Ore ato ndërtesa ku janë mëse nuk më duket. Do përpara ministrisë së brendshme janë. Në Tiranë janë të gjitha. Ore, mos më ke fut operacionet e forcave speciale në Brazil se. Shiko. Atëherë kjo mes meje teja. Si ta bëja unë për emisionin tim, si ta bëja më dhënë pamjet bince, që sot ka pasur protest, shoqëri civile, polici. Merë pamjet ati filmi që i vrasin ato protestusit në Yemen, që i vrasin ato nga sipër, edhe e ke fiks, ja që ndodhin Tiranë. Jo, nuk e dua ashtu. Edhe mora një Ukraina, pak Ukrainë, pak Shqipëri, edhe doli. A doli ideja që sot ka pasur një protest në Tiranë? Ore që populli ta kuptoj se çka bër policia. Bravo, bukur. Pastaj çka që mbien në qafë waterpark? Çfarë njeriu je? Se mos unë ma shembull nga
nga organe kompetente. Kush është organi kompetent në fjalë? Rilinja Demokratike, organi pavarur i Partisë Demokratike. Organi pavarur i Partisë Demokratike më raft pika mua. Kjo foto këtu si shikoni edhe në ekranet tuaja. Në Tiranë. Qartë e pastër. Është një çift i dashuruar që po i rrahin. Ka ndodhur në Tiranë, isha unë dëshmitar. Ja të ke edhe në wallin ton, ja ke. Ja, është ai çuni i ka hyp sipër kësaj, domethënë po mbrojnë këtë gocën. Edhe policia thon po çojë më gocën. Po çojë më gocën se e myte. Ai nuk e çon. Rreth gocën se e myte. Në Tiranë është. Dhjetra të plagosur. Do me puth me zorë thot, dhjetra të plagosur të arrestuar në protestën e të rinjve. Policët e Ramës si gardianët grek. Po, në Tiranë është kjo. Ja, kjo është. Kjo është në Tiranë, e di unë. Ja. Një sekond. Këto dy fotot anash janë Tiranë. Po, se dalloj autobusat e kombinatit portokalli. Bravo, edhe këto. Edhe pemët fame, gjys fame. Edhe kjo. Ndërsa kjo foto e madhe këtu, që Rilinja Demokratike, Adam Gjash. Po të dëgjoj. Ditë në shtunë miqëruar, në Itali u bën një protestë nga të rinj për shtrëngimin e masave që po bën kryeministri që është atje, ky i riu. I ri dhe ky dhe shtrëngoi masat, si Klioni. Mirë po, zotrinë e Rilinjës Demokratike, duke mos pasur një foto ashtu që tregon në qatasi, gjak, edhe ku diun që në protestën që bën shqiptarët, po, çat bëjnë, copy paste. Një të marrë këtë foto që publikoi një sajt republika.it. Edhe e lançuan. Ndiqje pak to idhjo, mota moj themi ne. Si që ka republika.it, i ka dhe Rilinja Demokratike. To idhjo. Ndiqje pak, ndiqje. Sì, c'è stato un cambio di situazione, come vedete c'è una carica della polizia perché i manifestanti si sono portati verso il ministero. Scusate il momento di concitazione, come vedete qualche poliziotto è rimasto contuso. Di fronte al corteo si erano spostati tutti. Dhjetra të plagosur dhe të arrestuar në protestën e të rinjve. Dove mi trovo? Mi trovo su Via Veneto, praticamente Policët e Ramës si gardianët grek. Tra Piazza Barberini e Via Molise, che è il luogo in cui si... Dhuna e shtetit policor Rama Meta, dëshmi e frikës ndaj revoltës qytetare. Ovviamente non c'è da stare tranquilli. Vediamo che Policët e Ramës si gardianët grek. I manifestanti che avevano tentato di riavvicinarsi. Dhuna e shtetit policor Rama Meta, dëshmi e frikës ndaj revoltës qytetare. Su Via Veneto, e vediamo qui a terra che cosa è rimasto, fumogeni, sassi. Më 13 mars të vitit 1941, Kanan Tafili dhe banda e tij sulmojnë një makinë ushtarake dhe plagosin për vdekje kontin Capello. Njëkohësisht u shkatëruan ndërlidhja dhe kabloja e aeronautikës Tiranë-Rom. Po ju? Fotografoni aksionet e Kananit? E shikon? Ja, njësoj, dhe më thënë, ajo republika.it, la republika Roma.it, edhe Rilinja Demokratike është e njëjta, vetëm sa ajo atje është më e pastër. Ori që ka me dy gishta ky djali Po prandaj kanë marrë ata s'është me dy gishta, afro pa kamera këtu të lutem. Afro pa kamera këtu, ja dhe dy gishtat këtu, e kupton apo? Ri demokracia dhe më falë. Se mos e marrë me këtë. Moj Rilinja Demokratike, organi pavarur i Partisë Demokratike. Po merrni më një foto nga Kilia, nga Peruja, se tu në Itali na i çojnë me WhatsApp fotot. Pasaj dhe një gjë të lutem nesër, Rilinja Demokratike të korrigjojë diçka të lutem në artikullin e saj. Do më thot, policët e Ramës. Nuk janë policët e Ramës, ato me të keqen. Policët e Matteo Renzit, kryeministri italian, Renzit, policët e Renzit si gardianët grek. Që ti jeni brenda. Policët e Renzit, jo policët e Ramës. Rene keni, vetëm Renzit, Amës dhe Renzit. Ka pini vogël është ai nga Renzi, Rama, që të bërin ndryshim. Vetëm GDP-ja një 16 miliardë euro. Më fal. Po pse, kështu të rrajnë policët e Ramës, ti zojë Rilinja Demokratike? Që si të rrajnë policët e Ramës? Policët e Ramës të rrajnë në këmbë, nuk të rrajnë shtrirë. Kështu të rrajnë vetëm policët italian. Më fal, gjithë ato policë ti rrajnë bashkë, të ndajnë njerë, pastaj të rrajnë. Them vete pas pak për folë për një mbeturin. Po që këtë rast është ajo spitalore.
Kemi vetëm pas pak. Për të gjithë ata që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Qasu ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 60 64 444, si dhe adresën postare Agon Channel, rruga Dytësore Tiranë-Durrës, kilometri 2 Kashar, Tiranë. Ju njoftoj të gjithëve, për të gjithë ata që duan të shikojnë emisionet tona, mund të klikojnë në YouTube.redaksia dhe Qasu do të shfaqet atje. Pra, është kjo. Sa po e the gabim. Se më çfarë? Qasu redaksia. Më Kanali jo në YouTube. Në YouTube, në MyTube, në tube tona. Le t'i bim tube edhe për YouTube. Bjeri.